në vend të qumshtit hedhin ujë. Tregohet se në një fshat kishte rënë uria. Andaj plaku i fshatit u dha një detyrë të pazakontë të gjithë banorëve të atij fshati, në mënyrë që të përballeshin me thatësirën dhe urinë. Ai njoftoi se do të vendoste në mes të fshatit një kazan të madh dhe se çdo burrë dhe grua duhet të hedhë në kazan një gotë me qumësht, me kusht që secili ta hedhë gotën vet dhe që askush të mos e shohë. Njerëzit u ngutën për të përmbushur urdhrin e plakut të fshatit. Të gjithë fshiheshin natën dhe derdhnin për mbajtjen e gotës që kishin sjell. Në mëngjes, plaku e hapi kazanin. Dhe çfarë pa? Kazani ishte plot me ujë. Ku është qumshti? Pse secili banor kishte hedhur ujë në vend të qumshtit? Secili kishte menduar me vete: nëse unë hedh një gotë ujë, kjo nuk do të ndikojë në sasinë e madhe të qumshtit që do të hedhin të tjerët. Kështu, të gjithë u mbështetën te të tjerët dhe secili mendoi në të njëjtën mënyrë si të tjerët, se vetëm ai kishte hedhur ujë në vend të qumshtit. Rezultati i kësaj ngjarje ishte që uria e goditi këtë fshat dhe ata nuk gjetën rrugdalje nga kriza. A e di që edhe ti je ai që mbush gotat me ujë në kohët më të vështira, kur kërkohet prej teje ti mbushesh me qumësht? Kur nuk e kryen detyrën tënde me përkushtim duke arsyetuar këtë me faktin se nuk do të vërehet në mesin e shumës së punëve që i bëjnë të tjerët, ti po mbush gotën me ujë. Kur nuk e pastron jetin, qëllimin tënd në punën që bën, duke menduar se të gjithë të tjerët e kanë jetin e pastër e që kjo nuk do të vërehet, ti po mbush gotën me ujë. Kur nuk u jep pasurinë tënde të varfërve të umetit, duke menduar se të tjerët do të kujdesen për ta. Kur e lë pa bërë lutjen për ndihmë, mëshirë dhe falje për të gjithë muslimanët. Kur e lë dhikrin, përmendjen e Allahut, istikfarin, kërkimin e faljes dhe namazin e natës. Kur e humb kohën dhe nuk e përdor për mësimdhënie dhe për thirrje në fenë e Allahut plotfuqishëm, ti po e mbush gotën me ujë. Allahu thotë në Kur'an: të ndershmit dhe të pasurit nga ju, të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe atyre që për hir të Allahut lanë bendindjet e tyre, po le t'ua falin gabimin dhe mos t'ua zënë për të madhe. A nuk dëshironi që Allahu t'u fali ju? Allahu falë dhe mëshiron shumë. Surja Nur 22.